Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga Përshëndetje Deno. Përshëndetje Benar. Si je? Jashtëzakonshëm. Mirë. Kam? A je lodh? Jo, më shkaqom me ta çutë, më sot thuje. Si shkon puna? Mirë, shumë, mirë. Super mirë po shkon, faleminderit. Ti si ke qenë? Mirë, ecën duke u zhvilluar si telegraf. Mashallah. Edhe tash desha të bisedoj me ty se profili jot në Maqedoni mungon. Shqiptar normalisht, edhe pse jo të mësojnë diçka për papare, njerëz. Patjetër, më kënaqësi. Si e shën përgjithësi ekonominë shqiptare në Maqedoni, domethënë prej jashtë, si duket? Po mirë, ekonomia në krahasim që ka qenë përpara ka është stagnuar sa po më po sa ku mund me vret. Përpara Maqedonia ka qenë shumë më avancuar se sa Kosova, edhe Shqipëria. Po mendoj që tash ka mbet një farë zonë komfortit, ku Shqipëria dhe Kosova kanë ecë shumë përpara, ndërsa pjesa e Maqedonisë realisht ka mbet një farë si pra po them të zona e komfortit që është shumë e dëmshme. Kjo trajnimet e unën që zakonisht e trajtojmë shumë. Zona e komfortit ka shkatërru perandorit më të mëdha në botë, ka shkatërru kompanitë më të mëdha në botë, edhe njerëz që shkatërrojnë. Kështu që na gjithmonë duhet me kërku më shumë, me punu më shumë për me dalë vazhdimisht për asaj zonës komfortit, dhe në kon proces të zhvillimit edhe të si na për lindjes, na kem predispozuar, me kem për me urritje, me vazhdu, pa mbas një kohë na filloi mu ndalë, edhe ndalon edhe zhvillimi, edhe kjo mandej mendësia ndryshon, edhe mandej afekton edhe në ekonomi, afekton edhe në çdo fushë jetës. Dalja nga zona e komfortit, tregom si mund të dalim një hap. A është sfida një prej asaj? Vetë sfidimi. Vetë sfidimi. Tash, të na në trajnime, gjithmonë Po. diskutojmë këto edhe me punën e trajnimit që e bëjmë. Kjo pjesa e zonës komfortit ku njerëz ose kompanitë ose po flasim për njerëz, ndi vetën komfort, rahat, kënaqur me ato, pak mirë është, faleminderit për Zotit, mjafton që kjo për mua. Po, për me dalë për astyt është ekziston zona e frikës. Okej. Ku njerëz të frigohen Për me bëu diçka më me shumë. bëu më shumë diçka, më angazhu më shumë. Më e keq të na është që ndodh, është se nëse ti punon më shumë, tjerë kanë me qesh. Okej. Që ky po punon, Po. si atin konkurs, si vlen, andekne, një që arsyetime, Po dështon. po dështon, andekne, edhe ti vazhdimisht kime më kthy prapë çat zonë komfort, po le mirë është. Vetë më thonë, kjo na mendojmë që këto gjëra që kem, do të veç të ne shqiptar, po gjithë kanë bëhet funksionon gjë njetë. Ideja është që nëse ti pëzojmë si udhëhec i kompanisë, je kërkon dikon për ekipës tonë, hajde kush ka me qëndru sot jashtë orare, po më duhet me kryu çet projekt me kryj. Plan largoni, kishëm jo në zonë me punë, ti drejtohesh me pëzoj Marsema, po çosh lutem më ndihmu, ju kam plane. Plane kja se, ka me pi një kafe me dikon. What the fuck? Po. Atin, o ma më rëndësi puna, o një kafe me dikon me pi. Ndodh kjo shpesh. Ndodh, e tash që është që po du me lidhë me ato që njerëz që pritojnë me dalë, me jashtë asaj, jo kënaqur me ato që kanë. Edhe mandej tash për me kalu çat zonën e frikës, çka thonë tjerë, nëse unë punoj më shumë, ose nëse dikush e merr punën prej çati grupit që te ki propozu, e merr dikush të çonu për kryej thë pse po merr ti punën ne? Po nuk paguhesh. S'paguhesh, s'ja vlen, po na prish punën dhe neve. Atin, Po. nëse më thon bravo Venar, shumë mirë ty të zhvilluar, marr të mushtyun me ty kush po merr punën, unë ty të ndikoj të them penalizoj. Jam të në humnerën teme, ngrejo ty të poshtë, s'lo më zhvillu. Edhe thom, mos puno as ti. Që kjo është se mandej. Për me kalu këtë zonën e frikës, është e zona e zhvillimit, është zona e mësimit. Okej. Ku mësojnë njerëz aftësi të reja, trajnohen. Ti je këtu. Po unë jam çat pjesën e trajnimit, mësimit, edhe mandej është faza tjetër, është e pjesa e zhvillimit ku ti kur janis më trajnu, më aftësu mërë se cili do profesion, nëse për marrim tash kjo pjesa e zhvillimit, të mësimit, Leto është profesioni më i mirë, po studenti më i mirë në botë, për shembull, doktor, architekt, IT, çdo fushë, ose gazetaritë kjo. Nëse thotë që unë jam më i mirë në botë, edhe nëse nuk vazhdon mu trajnu, mu aftësu, çka ndodh me to?
Bllokohet që aty. Bllokohet që aty. Po. Çdo ditë nëse marr mjekësinë, çdo ditë po ka bana të reja, metoda të reja për me kryu, pajisje të reja, edhe virusa të ri, virusa të ri. Po. Po. Ti automatikisht je jashtë orës. E për këtë arsye edhe doktorat vazhdimisht trajnohen, edhe arkitekta, çdo fushë të na, e bukur aksara në punës tona që e bëjmë na, është të na marrin pjesë trajnime profesorë të ndryshme, doktora, avokata, individuo që janë direkt shitë, udhëhecat kompanisë, pronar, e marrin edhe gruan, edhe fëmijët, çka nuk kanë profesion, që s'kan marrë pjesë në që s'marrin pjesë trajnime. Kështu që që pjesa e mësimit, e mandin bas pjesës mësimit është pjesa e zhvillimit i kupton, krenaci të reja, kalon në zonën e zhvillimit, ku ti arrin qëllimet e tuaja në jetë, i ti kalon bile edhe më mirë se sa që i ke menduar të kalon, se ti po mëson, po fiton më shumë, po zhvillohesh më shumë, po ngritesh karrierë, i plotson ato tujat, i vendos objektivat e reja, qëllimet e reja në jetë, edhe është një proces i pandarshëm. E kjo është çfarë procesi për me ikë më largu prej asaj zonës. Ti je trajner i shitjes. Yes. Unë do ta them një definicion që du ta diskutojmë a është ashtu si e mendoj ajo. Për mua shitja është gjithçka, domethënë duke nis prej shkollës fillore ku ti duhet të shitesh si je më i miri në klasë. Po. Edhe pastaj të mesmen, fakultet, martesën, ku ti duhet të shitesh para familjes, gruas apo burrit se je më i miri si Po. zgjedhje. A është ashtu? Shumë saktë. Shumë e thjeshtë, domethënë mënyrën se shumë e bëjnë të madhe këtë punën e shitjes. Shitja është gjithçka. Gjithçka është. Pajtona plotësisht na ti tash me desh fëmijës tonë me jap një ide, dush me ashit ide pse më mësuaj. Po. Ose pse më ta kryj, pse më ndëgjuaj ty. Ti dush më ul me negociu, me ashit idenë tonë. Gruas tonë që ashtu. Po. Klientit ton, produktin ton, një shoqëri kur je, ti dush me shit idenë. Po. E kjo është një aftësi. Aftësi që mësohet dhe vazhdimisht përmirësohet se ka sana të reja. Dinamika shumë e madhe e gjanave, refuzime të reja, kundërshtime të reja, ti gjithmonë dush më konë trend përmirësimit të vazhdueshëm dhe mësohesh në deti. A është më lehtë të shesish produkte a shërbime? Është më po mbarët tash qysh për mua njëjtë, përderisa ti ja den vlerën e produktit, Edhe beson. edhe beson të fuqimisht, edhe beson në ato që ka me përfitu klienti me ato që ti kimi ja, atëherë nuk kam rëndësi o produkt është shërbim. Më rëndësi që ti me besu në ta, me besu që do me bashkëpundua, i ka me po hajrë për te, edhe ai me ndiqa që atë energji që për një me nuk e ka donë me mashtru, nuk po do me ja marrë veç parë, po do me mishtu vlerë, edhe për mu është njëjtë me mishit realisht. Marrë sa e donë, sa e beson, edhe shumë elemente, edhe sa e zoti. Po, normal. Sa e zoti. Krejt është të zotësia, domethënë edhe puna gjatë pas fakultetit tregon se fakultetin nuk është ndonjë kriter bazë për ti më punësu ndonjë punë të mirë, pasi fakulteti këtu te ne është bë farsë. Po. Edhe nëse dalim për jashtë 4 orit, edhe bëjmë diçka më të mirë, ajo do të thotë se është zotësia ajo. Do na tregon ti ke kontakt shumë me të rinj nëpër kompani që i trajnon punëtorët e tyre. Tregom a ka dembela nëpër kompani? Po, veç pas partë isha plotësu që punë e fakultetit, ato që ta shumë pëlqej. Vënar, njerëz ajo pjesa e fakultetit që unë mendoj që gabimi më të madh që të na që e bojnë njerëz që shkon fakultet, të kryen fakultetin, mandej me njerë vazhdon me master. Po. Që gabimi më i madh, ti nuk mundesh me shku me bë master, po pas asnjë ditë eksperiencë. Aty shkosh master, master është i mjestër i punës tënde. E ki kry fakultetin, je shku provoj, i ki bojë 4-5 vjet mira, je ballafaqur me problemet që trajtohen, edhe mandej ti ki me shku me masterizuar atë punë. Po. Me pas shembuj për me punuar. Shembuj, po. E jo kur i shoh ka njerëz që, hey, kam edhe këtë master, kam dy master, what? A ki ditë punës që mu lidh me ato që the. A ki ndonjë përvojë punës, a ki jo s'kam asnjë ditë përvojë. Ku po thon ti? Apo problemi që kompleksohen njerëz, mandej mendoj që dijon shumë. Po. I mbivlerësojnë vetë, mandej s'po pranojnë se janë shumë i vlefshëm, s'po vlerësojnë, po ti joran, kur kush vet, a ki aty diploma jo. Po. A je zoti me punu vëlla? A do me kryqet punë, sa do me pru rezultat? Jo veç kompanisë, ti kim punën që e bën, ti kimi pru rezultat vetes, familjes tonë dhe mandej kompanisë. Se njerëz gabimi më të madh që e bëjmë, mendoj vallahore,
Qira po do me bo firmën, jo. Ti mas parti qira ki me bo veten, Po, familjen tonë e mandej edhe kompanin. Kjo është një sen, një cikël e E lidhur. zinxhir e lidhme. Tash po kthehem te kjo pjesë Dembele. e Dembeleve. Dembela, unë mendoj që ka Dembela, se unë hiq atë zonën e komforit. Dhe unë kjo puna e Dembelis, Benar, unë mendoj që është problem në familje. okej. Aty nis. Problem, aty nis. Edukimi në familje, nëse ti nuk ki edukat familje për punën, ti ki më kon problem. Me çty. Të shty me thonë, ti bro, të shoh, puno, tu ka jap një mundësi për një kompani me punu, ti tush me gra punë, me bo më të mirë, më shma, që thonë. Se lodhë bre, s'ta din kur kosh, S'ja vle, po po. s'ja vle, bre, po le, bre. Fëmin e vetë, prindi e sa ka thonë. Raste tjera, kur një pronar, një biznismen, se biznisoj, fëmijës vetë i thotë, mos u lodhë. Se ka kush punon, për shembull, babi ka biznismen, I'm princess. nona vend, Po jam princesë. Princesh, po. Ka kush punon për mu. Ti me që me qenë shembull për kretë punojnës e tjerë, Po. me ka grej punës, me thonë valla që djallë ose vajza e pronari, po punon, si maksimalisht do të bo maksimum më kushtyth, ti i sakaton fëmijët tu për mos me punu, më konë shembull i keq, edhe mandej që po pra ty punojnës me tjera, apo mendoj që punojnë ata? Never. Unë mendoj që kjo pjesa e edukimit familjen a duhet me ndryshu, percepcionin për punën, me tregu që puna edhe me febër është. Po. Puna është ibadet, thonë, është obligim. Po. Edhe kur e bën punën, jo shkëllë shka, po me bo mas mirë të që është në mëdë. Ne a punojmë për të jetuar, a jetojmë për të punuar? Edhe kjo shumë putë. Mirë, punojmë për të jetuar. Unë mendoj që njerëz punojnë sipërfaqësisht, është një farë këndvështimi i them. Veç sa mos me thonë, veç hajt. Po. Unë prap po lidha me pjesën e trajnimit, unë them që nëse dojmë me bo një punë të mirë, nëse na dojmë me qenë të respektuar shoqni, i kem me disa shembuj konkret, për edhe ndoj në një rast me një që në shëndetit jepi shumë rëndësi, me edhe mushim, edhe mushtrim, edhe njerë njafë shkoj pishin me në tu, me Veronin shanë, me djalin tem, a i shkoj me trajner për me në tu në njërë profesionale, edhe po më përshëndet njerë njoni, njerë, dyja, trejerë, mu mike kjesë, s'më kujtoj kje kush është, përshëndetit, të njësë përshëndetje, të shumë. Edhe një ditë po më zënë në fund pishinën, sa të njësë, që bune, e mirë që e, të shumë, që e ti që bune, si e, thash, që e ki punë, thash, po që e sa mësë me thonë, këtu s'bën, këtu kesh, këtu katastrofë, mu ja nisi me meritu fort, atje. Thash, apo më falë, apo më ndihmon, qysh me thash, këto mirë është, thash, ty që e ki punë, thash, mirë, katër zote, jo më shash, e kom familjen mirë, e kom punën mirë, takoj çdo ditë njerëz mirë, kënaqna me to, i shtoj vlerë, i shoh rezultatet e tyre që bojnë, a dini është çfarë kënaqësia më e madhe që është. Që thash, ndihmon me kuptu ku jam taku me ty. Tha, unë jam berber, tha. Thash, unë që e ki punën e mirë, thash, ku që edhe po më tregon një lagje, thash, ai super punën e mirë, ja, katastrofë, këtu njerëz tek njerëz poshtë, njerëz këtu s'bën, këtu duhet me dalë jashtë, thash, anisi më meritu dhe më ndjerë u largova. Thash, në kushte normale ndoshta isha ul me ta, edhe një kafe mande me pi, po kisha pa diskutuar me ta, bile ndoshta isha shku dhe më qellë, thej. Po na nuk shkojmë të me të qellë se ai ka me të qellë ty vetë sa mos me thonë. Toksik, po. Toksik është. Që thot ai për punën e vet, po punoj sa mos me thonë, edhe ty ka me të qellë sa mos me thonë. Nëse më thonë ai zotni, ej, unë kam një punë fantastike. Unë i bëj njerëz mundi më mirë, më të ri, më të freskët, ajo freskia e bëm 2-3 javë. Do më jap energji, më jap vlerë, edhe të unë vi profesione ndryshme, njerëz për nivele ndryshme, ndoshta me to, s'kam nevojë lajme me hiç. A ki pa berberat, frizerkat, edhe taksistat i krejt. Cia. Bash, që aty më se me mallnu, çka mësoj për kësaj në trajnim i tham. Edhe me marrë shënim, ti sa më shumë që ti vlerëson punën tënde, aq më shumë kanë me të respektu, edhe me të vlerësuar tjerët. Aty ku fol ti për punën tënde, sy gjithë ato të më bëj. Me shkëlqy, unë e bëj këtë, bëj ato. Ai edhe nëse s'ka një jetë më art, ai ka marrë me ul me veç me ndal me ty. Ose ka me ta çu dikan për shkak energjisë. Për shkak energjisë që transmeton, për shkak vlerës që sakton. Kur çukulli më thon ti valla, po ke shumë i mëshëm, nëse ti fillon më anku për punën tënde, ti s'ka ka mirë, ka pas kaluar. O vajtosh? Vajtohem plotësisht. Tash i kritikuam të rrit me drejt se secila
branshe e shoqërisë duhet të kritikohet, tregom tash kompanitë si duhet të transformohen për nevojat e të rinjve. Pasi shumica e kompanive nuk janë të vetëdijshëm se kanë ndryshu gjenerata edhe sillen me punëtorët si në kohën e Titos. Bravo. Te kjo pjesa e trive, ka plot djemë dhe vajza tri që janë shumë ambicioz. Takoj shumë njerëz zakonisht ambicioz, që janë për që dojmë punën, që dojmë u zhvillu, edhe bashkëpunësa, shpirti na kënaq kur i shoh. Kur më dëgjoj që unë jam të punu, ka 2 puna, punoj ka 12 orë ta zero ato. Bro, se si njerëz i vijnë këtij vendi to, Po, ta që zhvilloj. punojnë, që zhvillojnë, që ecën përpara, që jo asnjë njerëz që rrinë të ditë në telefon edhe ankohen vazhdimisht. E tash ka duhet udhëhecit e kompanive duhet mu përshtat me kushte të reja, me njerëz të isë edhe që ta udhëhec kanë qenë tri, gjenerata para tyne kanë thonë që këta Po, i kanë paragjyku, i kanë edhe na çka do të bëhet tash se udhëheca do të mu përshtat, më afru kushte, pa, kryesisht pësanja e parë është kushte. Një, në cenin kryesor, nuk ka më rëndësi, ka njerë, unë që se unë shumë shpesh, kur bëj kompani trajnime, e marrë edhe e bëj një vlerësim të knatësisë punonjësit në kompani. Edhe shumicën e rasteve më thonë që nuk është rëndësi paga sa është trajtimi. okay. Se ti e trajton, e respekton, e vlerëson, jep një hapësirë të mirë për mu zhvillu karrierën me kriju, a din komunikon një njerëzore me ta, ai ka më shkri për ty. Se ti e trajton keq, atëherë mos prit kurrëzuar, nuk është për kurrëzuar. Nëse ti e therr ato, e thën moralin, ai nuk ka më po herë me kërkon. S'ka me nxjerr më të mirën, kështu që duhet me gjetë një gjuhë përbashkët, edhe me afru, me gjetë mënyra, me pas durim, se di që shumë supermarkesa për shkak ngarkesës që kanë obligime me biznes, se në supermarkes nuk është lehtë më punë, Po, ka shumë obligime, ka shumë ngarkesa, ka njerëz që do i hupi nervat, s'kan kohë dhe nerva më marr, kështu që duhet me gjetë pak nerva, me qetësu se jo domosdoshmë për zhvillimin e të kompanisë, me gjetë një mënyrë, me kriju raporte me ta, edhe me zhvillu bashkë kompaninë. Atë ka njerë i thom, trajnime thom që a muj me marrë leje të zotri që unë para gjithë që kjo zotria, punojësi i kompanisë, është partner kompanisë e ti, pa investu asnjë cent. E qysh? Thashtë, dhe shkon kjo të gruaja vetë, të baba vetë, të nona vetë, dhe thotë që unë jam partner kompani. Sa ma shumë që punoj, aq ma shumë fitoj. okay. A din që me ndisit si të veten. Po. Apo kupton, kur e ndisit veten, kur i thosh valla po punoj, unë nëse punoj ma shumë, nuk kam fitu ma shumë. Jo, pjesë e me, pjesë atëherë edhe mendësia krejt është lidhur me mendësinë. Nëse po të thotë që unë po punoj për venarin, edhe valla s'dia ma din as ma din, ato se jap maksimum. Kur thosh hey, unë jam pjesë e kompanisë, unë s'kam as obligime tatim, as shpenzime, as rroga, as dame, furnizime me mall, me ato, kur zhvis. Veç punoj, fitoj edhe ma shumë, edhe vlerësona, grita karrierë, veç percepcionin e punës me ndrume, me gjithë atë gjoni përbashkë mes punëdhënësit Dhe punëtor. edhe punëtorit, besoj që arrin mrekullina. Një send që frigojnë njerëz, po do me plotësu këta, udhëhecit e kanë një gabim që e bojnë që nëse ti e jep një kompliment, nëse thosh që ke bënë një punë të mirë, ti rritet mendja. Mendon që po ti po zaventsueshëm. Po. Apo do të talshon punën, ta lyp rrogën e kështu me radhë, më të madhe edhe kjo gabim që unë mendoj që duhet me vlerësu, i ki bërë që të punë mirë, bravo, shumë mirë, punë pres që prej te që mundesh me bërë dhe ma mirë këtë punë. E di mos me lënë tonë kohën që valla më ki bërë qirak, por një me, unë pritet e mija, jo që kjo që vëtë. Unë me të që ti mundesh me fitu ma shumë, murit ma shumë edhe me ngrit. Kështu që në një mënyrë me gjithë bilancin që edhe me bu mundi mirë, po edhe me angazhu, me përfumu edhe ma mirë, se ka gjithë ma mirë. Patjetër. Prej këtyre problemeve, dy elemente që po përmendëm, punëtori, dembel edhe shefi që nuk e kupton punëtorin, Yes. a janë dy arsye kryesore madhore pse ndodh brain drain, domethënë ikja e trurit? Po, mundet po një pra arsyeve është shkak kryesore. Unë mendoj që prapë këtu të na ka hapësirë
shumë shpesh me punu me fitu më shumë se sa jashtë. Ka plot njerëz që janë super suksesshëm në çdo fushë. Apo don doktor, apo don biznes, apo don gazetar, apo don arkitekta, i kanë shumë punë mirë. Se punojnë e hagin, japin hagët punës edhe punojnë bileta për jashtë. Marrin projekte edhe ideja është me ndru percepcionin që edhe këtu ka mundësi me, po nuk ka veç jashtë. Se ka plot njerëz që na mendojmë kanë janë, i vlerësoj shumë diasporën që kemi jashtë, përkrajet që kemi, po nuk janë krejt që kanë punë mirë. Ka plot që ballafaqohen me sfida shumë më të mëdha se sa na që jemi këtu. Ka plot që kanë pas sukses, kanë gra punës, shumë respekt për ta. Po unë mendoj që edhe këtu ka hapësirë, nëse japim hagin punës, se bëjmë mas mirëti, edhe këtu ka hapësirë për me u zhvillu e me ecë përpara. Shumë një temë që është a këtu është më mirë këtu në Zvicër ose në Gjermani, unë këtu për Ballkan, se Kosova dhe Maqedonia thuajse janë në të njëjtin nivel. Po. Të rit, veç se mo e kanë kuptuar me ato që i njoh, e kanë kuptuar se mund ta provojnë edhe këtu. Pasi rroga rritet, domethënë në kohën e fundit rroga minimale në Maqedoni është bërë me vendim qeverie 400 euro. Edhe ka protesta dhe tentime që të bëhet edhe më lart. Për sa vjet mendon thjesht diskutim, nuk do të thotë se ti e vendos ose unë e vendosi. Për sa vjet mendon se njerëzit nuk do të shkojnë për idare në Zvicër e Gjermani? Mendoj që gjithmonë kam i shku njës. Gjithmonë historia e njerëzimit ka pas migrim. Po. Para 2000, 3000, 5000 gjithmonë ka Bota lëvizje. është një shtet nomad. Yes. Gjithmonë ka njerëz që kanë me dalë me kërku fatin, kanë rrethonat ndryshme që kanë me ndiku për me dalë jashtë, ose sociale, ose familja, presioni, ose kanë pas arsye për me dalë jashtë. Po, pra po mendoj, po me provu me all in me i. Edhe në send njerëz nuk duhet me kuptu një send që brenda natës nuk mundesh me bëj suksesëm në asgjë. Po lyp shumë kohë për kushtim, angazhim maksimal, murzu, unë ka njerë thëmë që kur zohesh, veç e fshim plonin klap, edhe të qosh apet, e merë në goditje me biznes, një jetë, në sfidë edhe me partnerin tonë, që ka të shme vo veç, Po kshi edhe me vazhdo. fshi ndër frizurën pak, edhe gaz për para, se për ndryshe, po dorëzove ti valla ja, me janisë ma ko, ti e që kur ka bojt me shku, ti me qasi mendësie, gjithmonë kemi të shtu, gjithmonë kemi mërzu. Deron për fund, për ta mbyll me lumturi. Tregom mëngjes si ti jesh i lumtur. Unë kam qenë disa nga konferencat tua, edhe çosh mëngjes si është Denisi i lumtur. Okej. Rutina kryesore mëngjes si qona, mos parti falenderona për krejt mirat që i kam, shëndetin, familje, punëtor, kolegët e punës që i kam. I kam klientat jashtëzakonshëm që i kam. Falenderona edhe për miqt bashkëpunëtorë, sikurse ty që të kam klientin, këtë rast klientin. Aty më vlera që dikur si ka Allah. Po. Një, qatë cilën e bëj mandej, cilën e parë që shkoj, është fitness, bëj ushtrimet mira dhe sa të lodhna mirë, vi, të është fundu që të apoj me ujë staf pashtu, mu aktivizu komplet me gritë rezistencën dhe temperaturës jashtë, edhe me shumë energji dalë punë, se du punën teme. Shumë, jam gjallë me punë, ka 2 motor, 4 motor, dhe hitë se kom të lashë, nuk një lodhe, nuk doj. Unë lodhe vesh kom dojnë të lashë po planifiku që atëre, ose më prasisht në njerë kur s'kam qka në po, edhe atër gjej punë diqka. Mrami ashtu, edhe mrami prape bëjë sa dhe njëtë, i falenderona për krejt që i kam, edhe bingjëm. Kjo është një rutinë që kam me praktikisht. Jo, se cili e ka këtë punë e mëngjesit rutinës. Po. Tregom, pas jemi vetruar edhe përgjegjësia jone për bashkët, e jona si medium edhe ti si intelektual është me thonë një shembull që ke gabu në komunikacion edhe që nuk e përsërit më.
thjesht për çështje sensibilizimi për ta përmirësuar mënyrën e të voziturit. Okej. Sendim që ku nga po, është kanjera prej përvojt kohor se kam shumë mërzime më vënu në takime. Rrugës tuar prej Kosovës sot, kom vozit pak më shpejt se sa që duhet. Kom të kalu ato kufizimet e shpejtësisë, që nuk ka qenë gja e tonë që po me bo. Edhe tjetër diçka që rreziku më i madh është Shpejtësi. shpejtësia edhe telefoni, përdorimi i telefonit. Unë kryesisht e përdori telefonin, e kom mbajtjen e telefonit aty edhe zakonisht dëgjoj libra, audiobooks, që kohën me kalu të mësu diçka të re, edhe për veti, edhe për mendom edhe me njerëz. Edhe këto ndisha dhe mu shpërqendru në telefon me dorë edhe pak shumë problem. Ose është ku ka rreth aty që bëhet kaos. Edhe është arsyeja kryesore që ndodhin dy gjanat, telefoni, trafik, probleme që ndodhin, fatkeqësitë, shpejtësia dhe telefoni. Mos shoni shpejt, mos e përdorni telefonin. Yes. Edhe ta kisha sugjeru duke vozit, unë ndëgjoj gjatë gjithë kohës e ndëgjoj unikatilin, Okej. edhe është si hapur edhe thuj se që 20 vjet voziti nuk më ka ndodhur të kem aksident. Apo, okej. Gjatë gjithë kohës jam, edhe emision bëj, kujdesem për kontentin, për mbajtjen e emisionit, kujdesem për të bo shikim me misafirët, Aha, edhe se më ka ndodhur kur gjë. okej, mashallah, bravo. Lumt. Faleminderimi i takon Zotit, ko thjesht është mënyra se si e përgatiti veten për mëngjes, rutina e vozitjes së mëngjesit. Okej, super, super. Dhe shumë faleminderit, është kënaqësi të të kem në emision edhe të të shfrytëzojmë për sendet mira në Maqedoni. Derit shumë, dhe për te, edhe piftoj gjithë pjesëmarrësit, realisht gjithë cilët e ndigjojnë këtë emision, na bashkangjiten në trajnimeve tona, se ka shumë lera janë transformuese, ata që dojnë me mu transformu, vetëm ata që dojnë, ata që dojnë mos të lajmërohet lirisht, Mos harxojmë parë. mos harxojmë parë, se s'na vjen ato parë tyne. Edhe më thënë që ai që është një investim që bëhet një herë e që gjatë gjithë jetës ka me fitu pjesë ai. Po. Për trajnime që marrin, sikurse që marrin kompanitë dhe individet që vinë për gjitha vendeve të ndryshme të botës. Po, do t'i keni informacione se si mund të kontaktoni Denisin. Faleminderit. Kënaqësi. Kënaqësi vëti. Faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Ky emision realizohet nga Telegrafi Maqedoni dhe mundësohet nga